Ky është porti Limionit në Sarandë, një nga vendet me potencialet më të mëdha turistike në Shqipëri, e prapë se prapë, qeveria e Edi Ramës e ka dhënë me koncesion për 20 vjet me 1 euro metri katror. Kujt u ka dhënë, thonë ju, oligarkëve Dulaku dhe Kastrati. Sikur të mos mjaftonte kjo poshtërsi, kjo kontratë koncesionare ka cënuar dhe operacionalitetin e forcave detare, ndaj GKK-ja ka vendosur prej vitesh sekuestro preventive për këtë lloj koncesioni. E prapë se prapë, Edi Rama nuk lë rast, vit mbas viti, për të sulmuar SPAK-un dhe GKK-on, sepse sipas tij një sekuestro e tillë po na pengoka zhvillimin e turizmit e budallëqet kësaj natyre. Do t'ju kujtoj nëpërmjet këtij mesazhi që nuk është hera e parë që Edi Rama sulmon institucionet e reja të drejtësisë. Për çdo rast kur preken oligarkët, për çdo rast kur preken ata që marrin falas pasurinë publike, për çdo rast kur preken ministrat e korruptuar, kryetarë bashkisht korruptuar, si Belinda Balluku apo Erion Veliaj, Edi Rama tërbohet dhe sulmon institucionet e drejtësisë së re. Dhe është qesharake në këto kushte ku ai i cili po bën gjithçka që të minojë këto institucione të drejtësisë, del pastaj serbes dhe na thotë që paskësh qenë ai garanti i këtyre institucioneve. Edi Rama është ai burri abuziv që pasi e dhunon gruan mëngjes drek dark, shkon e i thot fund ditës që unë të dua shumë sepse druri ka dalë nga xheneti. Ky qeveritar kaq i korruptuar dhe kaq i pacip nuk mund të qëndrojë më në pushtet, prandaj është detyra jonë si qytetar anë kënd Shqipërisë të ngrihemi dhe të kërkojmë dëbimin e tij nga pushteti një orë më parë.